Ke disa oferta ushqimi natën e fund vitit që shkojnë 55.000 lek, 100.000 lek, 150.000 lek, papije, dhe ti të kuptosh dhe më thënë qa po ha aty brënda. Po me qa gatuan, fix. Qa po ha aty brënda? A ka ndo një restorant që nuk duat e përmëndi me emrin, që ndoshta i ruan këto kritere, se yjet Michelin në Shqipëri është akoma një koncept shumë i largët. Po, dhe më thënë, që ta justifikoj buxheti, atë që po ha, e kupton, atë që po paguan ta... Se ku shkoni a shtetit ti e di që çmimi e justifikon. Mira, se restorantet e mira flasime, që kanë një... kanë vite, që kujdesen për të, vazhdojnë që t'i kenë këto. Tani i kanë standarde, po ta garantoj unë. Si, vazhdojnë që të ngrenë çmimin apo cilësinë? Vazhdojnë që të ngrenë cilësinë. Të ngrenë cilësinë, të kujdesen për produktin. Shikoj, kryesorja është që ti të kujdesesh për produktin që hyn brenda restorant. O ti ku është shumë e rëndësishme. Ndonjëherë ke disa kioska që janë disa rrëzgja që nuk të shkon mendja fare dhe bëjnë një gatim fantastik aty brenda. Një mish që bëjnë një gatim fantastik. Shkon nëpër disa restorante që nuk hahet fare, nuk futet në gojë fare. Kjo është shumë e vërtetë. Tash si, e gjithë puna e gastronomisë është tek produkti që do hyjë brenda. Ne këto momente, këtë ja u garantoj unë. Po? Se ne presim me qindra dhe mijëra turista në vit. Dhe ç'a ndodh? Me njerë, sa po ata bjen kontakt me ushqimin tonë, ata e kuptojnë që këtu ka cilësi. Po. Në qoftë se ka... Janë gjërat më të mira? Shikon, në qoftë se ka